Mirëmëngjesi, miq të dashur, faleminderit shumë që edhe në këtë ditë jeni bashkë me Jeta Sot, me Koa Vizionin. Ju uroj një ditë sa më të mbarë dhe shpresoj shumë që do të kemi një energji sa më të mirë bashkë. Ditën e djeshme, vetë se ju kam treguar që do të kemi një bisedë që na flet pak për kuzhinën, për pastiqerët e në përgjithësi për ëmbëlsirat, që për mua janë të jetë favorite edhe pse ndonjëherë dinte që të jenë të dëmshme. Në fakt përshëndetim, por mënyra se si i përgatisim, ndonjëherë me përbërë që janë më të shëndetshëm, edhe kjo ka një rol të jashtëzakonshëm. Por nuk e sjellim vetëm çështjen e recetave sot, do të flasim pikërisht për një profil i cili na tregon edhe për një rrëfim shumë inspirues, kisha me thënë, sepse ka qenë nga Kuksi, është nga Kuksi, shqiptari Kuksi, dhe ka migruar në Itali, atje ku më pas ka arritur që të jetë një prej pastiqerëve më të mirë në Itali, dhe kjo na gëzon shumë, sepse kemi të bëjmë gjithmonë me shqiptarët kudo në botë që me të vërtetë ja dalin në fushën e tyre. Dhe ndërlidh me këtë bisedë, po ju tregoj prej këtij momenti që në pjesën e fundit të emisionit, pra pas bisedës, do të kemi mundësi që të luajmë bashk një lloj loje simbolike ashtu përmes bropicës që është bë pjesë e jona dhe do të ndaj disa meny për këdo që ka dëshirë tjetë e kësaj loje, po në mbetet në fund, ju gjithmonë ta keni edhe numrin e telefonit në ekran pastaj, vetëm se qëndroni deri në fund të emisionit Jeta Sot. Po kyçe me njëherë bashkë me mysafirin, duke e falendëruar shumë që sot na lajmërohet prej Zvicrës, është Selam Allaraj, duke e falendëruar kështu edhe për kohën, por edhe për rrëfimin të jetë motivues që e ka, sepse jo gjithçka është e lehtë, jo çdo rrugtim nga vendi yt i lindjes drejt një vendi, një shteti komplet tjetër, edhe ai nuk është i lehtë, kështu që mënyrën se si është adaptu krejt atje dhe sot sukseset që i numëron si pastiqer, Selami na i tregon nga kjo linje drejt për drejt. Selam, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, mirëmëngjes. Faleminderit shumë që sot je pjesë e jona. Edhe po besoj që keni ditën mbar. Shumë faleminderit. Po nisi nga një rrëfim me ato se çka ka përjetu, po themi kështu Selami qysh në vitet e hershme të fëmijërisë ti, nga Kuksi i Shqipërisë, nga Kuksioni i bukur që sigurisht lidhja me të është e veçantë si vendlindje jote, apo tregoma pak rrugtimin atje, mandej si u detyrove që të shkosh edhe në Itali për të qenë ky që sot je me sukseset që i numëron. Fëmijërit, të kthehemi në kohë është pak si kështu, se na emocionon ajo, po është bukur ta kujtosh, edhe ta ndash edhe me miq që na ndjekin. Ka qenë e vështirë, familja ka qenë shumë e vështirë në Kukës, sepse në ato vite nuk kishim as kushte, edhe sa Shqipëria sa doli nga komunizmi një fjalë, unë i kam disa vite. Ka qenë shumë e vështirë, shumë është familja. Në fshat, dimri, infrastruktura mungonte, ka qenë shumë e vështirë. Po jetonim mirë, ishim të lumtur, në atë pak që kishim ishim të lumtur, ishim krejt bashkë. Shumë interesant është kjo, Selam, se me të vërtet këdo që e dëgjoj edhe nga bisedat me më të moshuar e kështu, gjithmonë e përmendin këtë fakt që po, kemi pas ma pak, është e vërtet, po lumturi kemi pas ma tepër. Njëjtën po e thua dhe ti? Po, ka qenë lumturia më tepër, sepse ka qenë dashuria më e madhe për njëri tjetrin. Tani sikur është zbe pak ajo, dhe është e frikshme kjo gjë. Po thofen njerëzit, përpara ka qenë më kështu, kishe dëshirë edhe të kishe edhe një mysafir të shtëpia, mike dikush u gëzonin kur vinin miq të teze, halla. Ka qenë komplet tjetër. Si kanë diku? Po për mua nuk është tof. Pra të rrëfim e të njëjti. Sa ka ndiku ky rrugtim yt, themi kështu dhe këto vështirësit edhe financiare që secili shqiptar thuaj se i ka pas në kohët e kalume, për me e formu Selamin që është sot me një, si me thënë, profil që njihet si pastiqeri më i mirë në Itali, ndër më të mirët atje. Ka kushtuar edhe kjo shumë, sepse të merr shumë kohë të rritesh në profesion, është një dedikim i përkushtuar në një fjalë, natë edhe net pa gjumë duke provuar, edhe duke vazhduar duke pa nal fare, ka vështirësi veta kjo punë, sepse duhet ta gjesh atë perfeksionin që e kërkon vetë puna dhe e kërkojmë vetë ne që të arrijmë të krijojmë diçka, të bëjmë ato recetat tona të standardizuara. Fillimet kanë qenë të vështira, sepse edhe gjuhën nuk e disha në Itali kur erdha. Pa letra në fillim nuk kam pas dokumenta dhe kam punuar edhe gratis për bërë dokumentat. Ka qenë vështirë. Punë që është dashur me e bë, se realisht kur shkojmë në një shtet krejt tjetër që s'kemi pas asnjëherë përvojë atë vend, për shembull, natyrisht detyrohesh ndoshta shumë punë ti kryesh, por që janë gjithmonë në favorin tonë, sepse edhe marrim përvojë, po edhe bëjmë vendin në shtetin tjetër kur shkojmë. Është dashur ndoshta shumë profile ti punosh apo ke shku direkt në pjesën e kuzhinës?
Jo, kam filluar direkt magazinier, pastaj gjatë ditës punoja se isha part-time magazinier dhe punoja në ndërtim në fillim. Pastaj ndryshova, futa kamerier, sa mësova gjuhën, bëra edhe kamerierin, e gjatë kësaj kohe, ajo ka qenë ëndra që i vogël me gatu, për shembull, pasticërinë dhe kuzhinën. Dhe fillova të mësoja, të gatuar edhe në shtëpi, po të bëja edhe kurse specializimit vogla, jo të mbaja, se s'kisha aq kohë kisha, se punoja ditën ndaj. Dhe avash, pastaj më kujtohet që në 2012 që fillova të punoj si pasticër në një hotel të vogël, edhe që atëherë heca përpara se kam pas shumë mbështetje nga klientët që vinin, ka qenë një gjë shumë pozitive se u pëlqente çdo gjë që bëje, dhe që atëherë më thonin magjistari ëmbëlsira dhe ti do kesh sukses, do heqësh sepse thonin e shohim ne lëvizim, ne shëtisim, të shohim, mos ndalo, vetëm hes përpara nga thonë gjithmonë, dhe kam pas një përkraje jashtëzakonisht të madhe nga klientët, po edhe nga miqtë që më ndjekin tani edhe tani në përkraje të madhe, kam ndryshuar komplet ai profili, po që fillimet e mia ka qenë gjithmonë kjo mbështetja e njerëzve, dhe se ka të bëjë edhe edukata, edhe se si e prezanton një ëmbëlsirë, nuk është thjesht se e bërë ti edhe u kry ajo, do ta prezantosh, do ta komentosh se si e ke bërë, edhe është një gjë. Krijohet ajo lidhje e lezetshme që jo gjithë e kanë. Po, dhe përbërës që i përdor janë shumë më të veçantë themi, po dhe mënyra se si edhe dekorohet pjata është krejt autentike prej anës tënde, po më para se me kalu te pjesa e ëmbëlsirave me i tregu këto detaje, veç po du dhe pak me ndbajtë në Shqipëri, se kam pa dhe disa fotografi që i pa të postu shumë a herët, e që ka të bëj me Flin Lumjanem, ka po kjo përshtypje, e kemi madje edhe tek fotot që po shfaqet, sepse kjo tregon edhe traditën, edhe origjinën e gjitha këto. Madje ke përmend që kjo Flia në përgjithësi ka lind si nevojë dhe është bë simbol i popullit shqiptar. A është kështu? Po, kështu ka pa lind ajo, se pak faktikisht janë pak përbërës në atë, edhe kështu ka lind ajo. Po shumë e shishme dhe ne bëjmë, unë herë që shkoj në Shqipëri e bëj atë, edhe bëjmë të shtëpia për festa, për çfarëdo lloj eventi që kemi të gëzueshëm e bëjmë. Pra prej kuzhinës nuk heq dorë tash, edhe kur shkon në familje, veç me thënë pse po merrem ton kohën, nuk largohesh, a? Po kuzhina është ajo që dua dhe kur don diçka e bën me kënaqësi. Po pyet sepse shumë kuzhinierë që kam takuar përgjithësi thonë, po në shtëpi, jo, e merr dikush tjetër, për atë pita. Kjo është një farë që e përdorin si kështu se gatuajnë edhe kuzhinjerët. Edhe në kuzhinë. Basta. Po. Selam, po flasim tash pikërisht tek ëmbëlsirat që veç e përmende edhe atë, si me thamë, punën që duhet me u bë për të mënyrën e prezantimit e krejt këto. Çka i bën të veçanta ëmbëlsirat e tua që të kanë rendit në këtë listë prej më të mirëve në Itali? Janë përbërësit që i përzgjedh, dhe kërkoj gjithmonë të fus produkte bio që mungojmë tashmë dhe i kërkoj, i fusim, i gjej produktet e para, ose bëhet fjalë për pasticëri artizanale, çdo gjë krijohet nga e para, me miell, vezë, gjalp edhe qumësh, pastaj janë frutat, është çokolata, po është komplet pasticëri artizanale e bërë me duar, për shembull. Edhe aty ndryshon se jep shumë shije edhe sheqeri e kontrollon, se ëmbëlsira tepër është shumë e domshme për shembull sheqeri, po ti e kontrollon edhe ja bën atë që duhet, ti japish ëmbëlsirë, edhe ti edhe si kujtesë ëmbëlsirë për shembull, ti shumë mirë, sidomos në përpjata të gurme, se pasi ham ti të parën të dytën do konsumosh një ëmbëlsirë, duhet të jetë shumë delikate, ajo shumë fine, duhet të jetë shumë e ëmbël, sepse të prish mbrëmjen, ajo vetëm duhet ta rregullojë, ti të ndjekësh atë. Po, shumë mirë që përmende këto sekret në fillim veç e nisa me këto. Unë jam përndryshe admiruse e ëmbëlsirave në përgjithësi, aq shumë sa ndonjëherë edhe nëna është kujdes që me e zvoglu, si me thonë, përgatitjen e ëmbëlsirave për shkak të shëndetit. Kështu që mirë që i përmende edhe çështjen e përbërësve në përgjithësi në Shqipëri, shqiptarë, si në Kosovë, si në Shqipëri, sa i kushtojmë rëndësi kësaj pjese, apo e shohim vetëm çka po na shijon? Sa ke mujt me vrejt, to selam? Këto u kam shetit në Shqipëri edhe po bashkëpunoj edhe një pasticëri Shqipëri që po fus të gjitha gjërat artizanale dhe kanë pëlqyer shumë, sepse kur provojnë diçka të vërtetë që bëhet nga produktet e para, ndryshon edhe opinioni në pasticëri. Kur i provojnë disa gjëra që janë kështu komerciale, si i thonë bën vetëm për treg, aty është ëmbëlsira shumë e tepërt dhe mbulon komplet shijen e atyre përbërësve që ka mrena, ose nuk dallon me përbërës dallues mrena për shembull. Edhe ky sheqeri tepërt i mbulon të gjitha të gjërat, duhet të jetë i bilancuar ai që të kuptosh me vërtet të shijosh shijen e asaj pjate ose asaj torte që merr. Duke ditë që Italinë
e njohim për kuzhinën fantastike që e ka, e këtu përfshi edhe ëmbëlsirat ma mërmendja, veç po du pak me marrë një përshtypje nga ana jote sa i përket një diferencë që mund ta bëjmë. Çka i bën me qenë të veçantë edhe me u njoftë në botë për pjesën e kuzhinës? Kanë shumë alternative dhe kanë shumë pjata të ndryshme, çdo zonë ka pjata e veta dhe kanë pas mundësinë, siç e kanë dhënë tani për shembull, të kërkojnë edhe të zhvillojnë pjata të ndryshme, të bëjnë pjata të reja dhe të njihen në botë. Po kur i bën me produkte të para, dhe i bën artizanale, me një fjalë të gjitha pjatat që bëjnë, aty ke identitet. Aty të jepet ajo forca dhe të ecish përpara, me një fjalë, se ti prezanton diçka që e bën vetë, jo diçka që ta imponon këto qendrat e mëdha komerciu, me një fjalë, që janë gjërat e fabrikuara. Ti e prodhon vetë, edhe çdo restorant në Itali, bëhet fjalë për restorante të mirëfillta ose pasticcerie që i bëjnë vetë, janë të njohura në gjithë botën, kushdo që i njeh, edhe ëmbëlsira të ndryshme janë të njohura. Kjo është që të jetë përpara, sepse ti jep identitet asaj që e bën. A është e vështirë gjithmonë me qenë krijues i diçka e tre në këtë rast i ëmbëlsirave, sepse thash, je origjinal, autentik në atë çka e krijon, edhe kjo e ka bë gjithë ata vizitorë që vinë për shembull në vendet ku ti punon, me i pëlqy, me i kërku ëmbëlsirat e tua. Sa dush me qenë ndoshta edhe me fantazu ose me lezu vazhdimisht për diçka tre, për përbërës tri? Po, të vjen edhe natyrale kjo, është një gjë edhe natyrale, do ta kesh si punë dhuntie, si thonë, të krijosh. E vjen komplet atë pjesën e kulinarisë, bëhet fjalë për pasticcerie, edhe të kripura gatuaj, po më shumë jam i fokusuar tek ëmbëlsira, donë. Edhe kur e njeh komplet atë botën, ti përpiqesh të lidhish përbërës tjerë dhe krijon diçka të bukur, të lezetshme, të jetë e bilancuar dhe e shijon. E din çka po më kujtohet këtë moment kur po tregon për përbërës me qenë aty natyral. Se ndonjëherë unë nuk jam shumë e mirë në kuzhinë, madje më thonë që gati të zeroja, po përpiqem sadopak. E di që nëse vendos me kriju diçka të re vet me përbërës që i kam aty, nëse më thu herën e dytë me e bo, e kam shumë problem. A mund të mendon ndonjëherë kjo te ëmbëlsirat e tua apo jo? Kur krijojmë diçka shënojmë çdo gjë që bëjmë, sepse me vërtet kur arrin atë pikën e përmirësimit, ti duhet ta marrësh atë dhe vetëm duhet të përmirësosh, mos kthehesh më mbrapa. Është një gjë që e kemi gjithë ne dhe sa herë që bëjmë një gjë, e shënojmë recetën, e standardizojmë recetën, edhe ngelet ajo që ajo recetë funksionon edhe në duart e të tjerëve, se tani për shembull unë jap edhe demonstrime të gjërave që bëj, edhe kur e shoh që tek duart e të tjerëve funksionon receta ime, jo vetëm tek unë. Atëherë është ajo arritje që ke krijuar diçka, po jo vetëm për vete, e ke krijuar edhe për të tjerët që mund ta bëjnë atë që bën ti. Po, selam, kanë shkruar edhe shumë gazeta italiane sa kanë pasur rastin që ti ndjek, e po ashtu edhe në Zvicër për përvojën tënde, për punën tënde si pasticcier atje. Du ta di pak si të bën kjo me undi, sepse janë gazeta me renome ndërkombëtare dhe ato tituj që të kanë bërë ndoshta kokë, komentet që janë thonë në ato shkrime, cilat kanë qenë? Komentet kanë qenë krejt pozitive, se shoh edhe krejt kanë qenë inkurajuese, për shembull, bravo, Vadim, se nga vjen, çfarë rrugtimi ka bërë, edhe e vlerësojnë shumë këto, edhe vlerësohet shumë punë e ndershme. Kur don dikush ta bëjë një gjë të mirë ashtu siç duhet, vlerësohet shumë. Edhe jam shumë i vlerësuar kudo që shkoj. Ma merr mendja që ke pas rastin të takosh ndoshta edhe figura shumë të njohura, qofshin shqiptare me ndikim në vend, po edhe në Itali atje, ke pas mundësi edhe me shef ndoshta të njohur të kuzhinës italiane atje, me pas kontakt ose me shiu diçka nga ti? Po, kanë qenë, se vinë, shumë herë, edhe kur isha dhe Venezia kanë pasar, po edhe në Milano kur punova, edhe në Portocello, vinë shumë njerëz shumë figura të ndryshme, për shembull, edhe nga ana politikës, edhe nga këto. Po unë e kam thënë gjithmonë edhe them shumë hapur, gatuaj si por atë që është shumë i famshëm, edhe por atë që ndoshta nuk është i famshëm, unë kam të njëjtën dorë, nuk është se erdhi filoni, wow, do bëjmë diçka të madhe. Jo, unë i bëj për të gjithë një lloj, sepse dorë të mia krijojnë atë, kështu që. Kjo është e rëndësishme shumë, trajtimi i barabartë, pa diskutim, ushqimi është ushqim. Kur e don atë që bën, nuk mund bësh diferenca, bëhet fjalë tek gratimi. E tek ndryshimi i menyve, mundesh më na e bën ndoshta një dallim sa i rin gati, kështu po them, në ndryshimin e menyve në Itali atje ku je, edhe në Kosovë e Shqipëri, sa duhet jetë ndoshta i shpeshtë që mos me qenë monoton, me qenë gjithmonë risi për ata që vinë aty?
Duhet me ecë gjithmonë me sezonin. Duhet me çana afër natyra duhet të krijojmë ne për shembull. Kur është sezoni i qershijave, do krijojmë me qershia. Kur është i drexës, do të krijojmë me drexë. Kur është i boronicave, me boronica. Ka fruta pastaj që zgjasin edhe gjatë gjithë vitit, po duhet të respektosh sezonet. Do të ecësh sipas stinës. A ndodhet dhe kjo të ne në vend apo jemi pak më shablon, si eshe? Të paktën nga ardhjet që i kenë në Shqipëri e Kosovë. Shoh gjëra si që thej vetë, pak të njëjta gjatë gjithë kohës, gjatë vitit. Kështu që kjo si këshill, me ndryshu pak. Jap gjithmonë, se herë që dal ose se herë që takoj dikë, i them duhet ndryshuar diçka, sepse nuk mund të ecni gjatë gjithë vitit me të njëjtat gjë. Patjetër. Besim pak edhe te çështja e ushqimeve tradicionale, selam, po du pak me ditë edhe tek ëmbëlsirat. Kemi shumë lloje që i përgatisin e i kanë përgatitur nëna tona e gjyshet tona më përpara, edhe nuk dallojnë shumë, ndoshta aty këtu, rajoni prej rajonit, ke mbri që diçka nga këtu të çosh në Itali edhe ta fusësh në meny, pse jo? Po, i kam përgatitur edhe ravaninun faktikisht edhe trileçen e kam përgatitur, e pëlqejnë shumë, se unë gjithmonë përpiqem ta bilancoj ato me sheqerit, aty që po sheqerin e për kështu që mund të konsumohet rahat, mos të ndihet erë, aty atë lejt ashtu siç duhet. E kam pëlqyer. Edhe ke menduar ndoshta që tutje pse jo ndonjë meny kështu më të përgjithshme të futet njëra prej tyre dhe të jetë standarde, si është plani për këtë? Po, i sarëm që, po ndryshoj pastaj si që thash me sezonin, po shumë herë i fus, edhe kush kur ndryshoj vend punë, se kur më thojnë biles na jep diçka nga vendi jot, edhe unë i bëj ëmbëlsirat e ravanin ose edhe baklavën e kam bërë, u pëlqen edhe ajo, del shumë krokante, shumë thermuse, jo shumë e lagët, me fjalë edhe ajo është shumë e bilancuar, edhe pas shumë kujdes edhe te baklava. Pyesin se kur është ndryshim zakonisht, ndoshta i duhet me ditë prak prej cilit vendu, se kështu kanë informacion përgjithësisht, Po, janë të informuar, se po prezentojmë diçka nga baklavat, për shembull e kemi hangër edhe atje në provene tjera që pak e shumë në Ballkan ose edhe në provene të tjera e bëjmë baklavën, nuk është se bëjmë vetëm. Po, për baklavën pa diskutim, po. Te çështja ravanisë këto është ndoshta pak më ndryshe. Selam, për shfaqjen edhe fotografitë gjatë kohës anaj po flasim, që janë biskolla të ndryshme, janë ëmbëlsira të ndryshme, po ashtu tuat që i ke përgatit. Disa janë edhe me atë titullin më luksoze e kështu. Hajde tregona ndonjë që ti e ke ndoshta më favoritën ose që të kërkohet pak më shpesh, edhe arsyeën pse ndoshta. Se edhe me emërtime e di që i ke vë disa emra kështu pak më specifik shumicës. Po, ëmbëlsirat janë të kërkuara të gjitha, edhe croissantët në mëngjes ecin shumë, edhe më duket sikur e ardhmja do jetë ai croissanti për shembull, se të gjithë i duan croissantët. Edhe ndryshon këtu brioshi me croissantin, nëse croissanti bëhet vetëm me gjalp të mirë. Gjalp të mirë është cilësor 82% i ndyrë, 82-85, edhe mielli i mirë i rafinuar, jo të gjithë e kanë këtë mielin për shembull, edhe ujë. Ka krip, ka sheqer, po croissanti ecën shumë edhe po e kërkojnë shumë croissanti. Edhe këtu në Zvicër ku jam, se po bëj demonstrimin e croissantëve që bëj vetë, edhe ecin shumë. E ardhmja më duket sikur është croissanti në mëngjes, është edhe i lehtë. Shumë thojnë mos konsumoni, po croissanti është shumë i lehtë. Edhe këtu modelet ose forma qysh po i përgatit është goxha e veçantë, sepse nuk është vetëm një shablon kështu qysh e shohim çdo herë, po edhe me ngjyra luan shumë e shoh, edhe me format që i krijon, edhe për këtë është interesant. Po, është interesante, edhe kjo se çdo kush ka atë gjën që i pëlqen, edhe kjo ana e croissant ose ëmbëlsirave i përshtatet, jo gjithkujt i përshtatet një gjë, një don këtë formë, një tjetër don atë. E rëndësishme është të jenë të mira dhe të bilancuara dhe të freskëta. Selam, unë po du prapë edhe njerë me u kthye te çështja nga fillimi i krejt, sepse ka shumë ndoshta të rinj të reja sot që dëshirojnë me marrë ndoshta rrugën e jo largimit kushtimisht, po quaj sepse largimi ka qenë një farë forme i detyrueshëm për shkak edhe të kushteve të jetesës e të gjitha këto, por dojnë me bë një përvojë të re në një shtet tjetër. Cilat kishin me qenë, si me thonë, ato këshillat që ja kishe dhënë në përgjithësi? Po, kush don të rritet, të ecë përpara në çfarëdo lloj profesioni që ka, për shembull, duhet të lëvizë dhe të marrë, se është dituria jo. Andin mos të rrinë në një vend, duhet të lëvizë, të provoj edhe shtete tjera, qytete tjera, kuzhina tjera, po bëhet fjalë për pasqyqëri tjera, për pasqyqër, kështu rritesh, se po nejte me një vend, nuk është se do kapish komplet atë një uri.
duhet të lëvizësh për të rritur në karrierë. Sfidat që i ke ka përcy ndoshta më të vështira që ti e konsideron si emigrant i asaj kohe, cilat kanë qenë ndoshta ka bën ndonjëherë me mendu që pavarësisht se ke dashur me ndryshu jetën tënde, për shkak të vështirësive të rikthehesh prapë në Shqipëri? Ka qenë një periudhë e vështirë, se më mungonin dokumentat në ato vite. Dhe atëherë mendoja, thash, po të shkoj në Shqipëri, prapë sepse nuk lëvizja dot, edhe të rish larg familjes për një kohë, jo shumë të gjatë, por ka qenë një kohë goxha kështu, edhe ishte një mungesë që mezi prisja të dilnin ato letrat, edhe të kthehesha në shtëpi, edhe kështu vajtën ngjarët pastaj. Po ka qenë e vështirë, të rish larg familjes pa dokumenta ishte. Edhe kur mendoj që ka akoma shumë shqiptarë që ndoshta kanë 7 vite ose 10 vite pa shku te shtëpia, se më shkruajnë, mendoj them po si su bën një herë një gjë e mirë për shembull për gjithë, të shkojnë te shtëpia, të vizitojnë të afërmit, se shumë vuajtje shqiptarët, të shumë vuajtje. Shkon e mbetesh një farë forme, njëjtë siç ka ndodhur edhe me shumë, edhe familjarë tanë, sepse secili e thotë thuaj se të njëjtin rrëfim. Edhe vendet e bukura të Shqipërisë, unë e kam parë që i vizitojnë tepër shumë. Ndoshta tash për shkak kohës nuk e di si qëndron, po ma herët po, e kam pa edhe bën hiking e kështu, na i përshkruaj pak mrekullinë që ka vendi jonë. Vendi jonë është shumë i bukur, duke filluar nga jugu, Kosova dhe Maqedonia e Veriut, që kam qenë edhe në Maltezi, kam qenë në Rugov, kudo është vend shumë i bukur, edhe mua më tërheq gjithmonë Shqipëria, se shumë më pyesin, po ti pse s'shkon diku tjetër me pushime dhe çdo herë kthehesh në Shqipëri. Unë jam i lidhur me Shqipërinë, sepse kudo që shkoj ndjem për shembull shtëpinë time, jashtë jam këtu, po punoj këtu, po dal. Nuk është se nuk shkoj në një shtet tjetër, jo, po më pëlqen më shumë edhe më tërheq Shqipëria. Kam edhe të afërmit e mi, kështu që kjo është e rëndësishme, po. A dallon shumë kështu orari i punës ose përditshmëria që e ke në Itali në krahasume në Shqipëri, punën përgjithësi që është bë, për shkak se kuzhinier ndoshta e mendojmë një orar të caktuar, si nis për ty dita dhe në sa përfundon, sa mbyllet? Në fillim e bëja shumë orë, them shumë, se fillimet kushdo i ka këto sakrificat, pavarësisht se unë jam pak kundër këtyre orareve të zgjatura, din se njeriu duhet pushoj që të jetë më i pushuar që nesër të provoj më mirë, se zakonisht në kuzhinë punoj me orare të gjata dhe më pas qëri, po unë jam pak kundër dhe gjithmonë kudo që shkoj i rregulloj këto gjërat se ja del. Mjafton të sistemosh punën dhe të bësh një plan pune ashtu siç duhet, edhe ja del ta kryesh edhe në atë orarin që duhet. Sa orë ke punuar dhe sa punon tash? Përpara kanë qenë 14 orë, kishte ditë 18, kurse tani vazhdoj edhe i mbyll në ato 8 orarshin çdo ditë. Ka një ditë 9 orë, ose kur dua të prodhoj diçka shumë të ndryshme, për shembull, ose një tortë të madhe që më merr pak kohë, po, ajo është normale. Është pjesë e punës tonë, po jo si përpara. Jo si përpara, po. Selam, është kënaqësi gjithmonë për me dëgju për rrëfime të tilla, që sigurisht janë edhe inspirim, siç e thash në fillim, krejt për shumë tri. Faleminderit shumë. Unë besoj që edhe herën tjetër do të kemi mundësi tamam prej kuzhinës, ashtu siç edhe kemi mendu, por që keni punu mbrëm deri vonë, ashtu siç edhe më tregove. Unë do kisha shumë dëshirë dhe kënaqësi të vinit vetë në kuzhinën ku punoj në pasishëri. Do të kemi mundësi, pse jo, nëse veç na ofroni mundësinë dhe ftesën. Të shijoni edhe pjatat që bëj, për shembull, edhe ato mëlsira që bëj, do ishte shumë më mirë kështu. Me shumë kënaqësi, unë përndryshe të pras edhe me një pjatë të mëvesh në Kosovë, në studio këtu. Të uroj një ditë sa më të mirë, edhe pas shëndet. Faleminderit prej teje. Gjithashtu. Kënaqësi shumë.